Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumir tensioni lart, ushqimi që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Presioni i gjakut konsiderohet i lartë përgjithmonë nëse vlerat i kalojnë 14/9. Ekzistojnë 2 lloje kryesore të hipertensionit, primar dhe sekondar. Hipertensioni primar diagnostifikohet në shumicën e rasteve dhe mund të jetë i trashëguar ose i shkaktuar nga faktorë të tillë si obeziteti, pasiviteti fizik, pirja e duhanit, stresi kronik ose marrja e tepërt e kripës. Hipertensioni sekondar ndodh si pasojë e problemeve të tjera shëndetësore si sëmundjet e veshkave, tiroidet dhe hipofiza. Përveç mjekimit, ndryshimi i zakoneve të jetës, duke përfshirë dietën, mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Rekomandohet një dietë e shëndetshme për zemrën dhe ulëntimet tregojnë se konsumi i ushqimeve të pasur me kalium dhe magnez mund të jetë i dobishëm në uljen e presionit të gjakut, citojnë ulëntimet. Por cilat janë ushqimet që duhet të konsumoni nëse vuani nga hipertensioni? Peshku i yndyrshëm, i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat reduktojnë inflamacionin dhe zgjerojnë enët e gjakut, duke ulur kështu presionin e gjakut. Çartë dhe spinaq, ato përmbajnë kalium dhe magnez, si dhe nitratet antioksidantëve që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Portokall dhe grapefruit janë të pasura me lëndë ushqyese që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe hipertension, por mund të jeni të kujdesshëm me grapefruitin sepse mund të ndikojë në ilaçet që merrni edhe për presionet e gjakut. Farat e kungullit, ato përmbajnë magnez, kalium, arginin, të cilët ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe në uljen e presionit. Thjerrzat dhe fasulet, të pasura me fibër, magnez dhe kalium, ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Manaferrat përmbajnë antioциanine që rrisin nivelin e oksidit nitrik në gjak dhe ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Selinol, për shkak të ftalideve përbërës që gjenden në të, selinoja mund të kontribuojë në uljen e presionit të gjakut. Domatet, të pasur me kalium dhe likopen, ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe rrezikun që i kanosit kështu nga sëmundjet e problemeve të zemrës. Nëse vuani nga hipertensioni, është e këshillueshme nga mjeku që të keni më shumë kujdes me atë që shtoni në pjatën tuaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do të ndikoni pozitivisht edhe në stabilizimin e luhatjeve të hipertensionit dhe gjithashtu të menaxhoni më shumë problemin e tij. Ushqimet që përmbajnë kalcium dhe magnez duhet të jenë pjesë e dietës së personave që vuajnë nga hipertensioni. Ushqimet e pasur me magnez dhe kalcium ndihmojnë në kontrollin e tensionit të gjakut. Ushqimet që përmbajnë magnez janë drithrat, orizi integral, bajamet, gjithashtu edhe gështenjat, fasulet, spinaqi e të tjera. Ushqimet që përmbajnë kalcium janë kosi, djathi, lakra kineze, brokoli, spinaqi dhe lakra jeshile. Selinoja mban nën kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat si dhe shërben për të luftuar hipertensionin. Selinot përmbajnë minerale shumë të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium, hekur, fosfor, magnez, vitaminën C, vitaminën B e të tjera. Në mjekësinë kineze, selinoja është përdorur si një ilaç për tensionin e gjakut. Lëngu i selinos është një mjet i shkëlqyer për ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe gjithashtu edhe problemit të shëndetit nga toksinat. Peshku, peshqit si salmoni, toni, trofta e të tjera janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilët ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Salmoni përmban acide yndyrore të cilat nuk do t'i prodhojë trupi ynë, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe paralizës. Erëzat jo vetëm që ndihmojnë në dhënien e një shije të mirë ushqimi, por ato gjithashtu ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Rigoni, piperi i zi, borziloku dhe shafrani ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Hudhra. Studime të ndryshme kanë zbuluar se hudhra është po aq efektive në uljen e tensionit të lartë sa edhe disa medikamente të zakonshme. Ulëntimet australiane kanë theksuar se doza prej 600 deri në 900 mg që përdoren në shumicën e mjekimeve përmban rreth 3,6 deri në 5,4 mg të alicinës, përbërësi aktiv i hudhrës. Çokolata e zezë. Konsumi i çokoladës së zezë është i mirë për shëndetin e zemrës pasi ul shtypjen e lartë të gjakut.
Specialistët këshillojnë gjithashtu që së bashku me dietën e duhur, të sëmurët me hipertension duhet të bëjnë ecje ose shëtitje në ajër të pastër të paktën 2 ose 3 herë gjatë javës. Kështu, kjo gjendje do të mbahet më lehtë nën kontroll. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga shkaqet kryesore të rrezikut të goditjeve në tru dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse dëshironi të zvogëloni rrezikun e goditjeve në tru dhe të mbani presionin e gjakut në nivele të shëndetshme, mund të bëni ndryshime të vogla të thjeshta në dietën tuaj, siç është për shembull dieta mesdhetare. E pasur me ushqime të shëndetshme dhe mbushur plot pjata juaj mund të zvogëlojë rrezikun e goditjeve në tru. Konsumoni drithra, fruta, perime dhe gjithashtu edhe shumë elementë të tjerë për shëndetin kardiovaskular. Drithrat. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë një zgjidhje më e mirë për ju. Tërshëra, orizi kaf, buka dhe gruri integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë nivelin e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Frutat. Frutat janë të pasur me antioksidan dhe fiber që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojnë shëndetin kardiovaskular. Portokalli, darda, mollët, boronicat janë disa nga frutat që ju vinë në ndihmë për të mbajtur në ekuilibër inflamacionin dhe presionin tuaj. Perimet. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fiber që mbështesin shëndetin kardiovaskular. Karrota, brokoli, lakra e të tjera ndihmojnë për një zemër të shëndetshme dhe në uljen e presionit të gjakut. Proteinat. Përfshini ushqimet e pasur me proteinë në dietën tuaj të tilla si mishi padjan, peshku, fasulet, thjerëzat dhe arrat. Këto ushqime mund të zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru duke ndihmuar kështu në uljen më të qëndrueshme të tensionit të lartë. Ushqimet që i shtoni në dietën tuaj duhet të jenë në favor për shëndetin tuaj. Gjithashtu, ushqimet mund të ndihmojnë me hipertensionin. Nëse tensioni arterior është më i lartë dhe veprimi i parë që duhet të bëni është reduktimi rreptësisht i kripës dhe të gjitha ushqimeve që përmbajnë atë, si sallamrat, ushqimet ambalazhuara, prodhimet e furrës e të tjera. Gjithashtu kufizoni të gjitha ushqimet e pasur me yndyrë të ngopur si mishi, pana, gjalpi, margarina hidrogjenuar. Ja që se çfarë duhet të konsumoni dhe mos konsumoni konkretisht. Ushqimet që duhet të preferohen janë hudhra, qepa, frutat e freskëta, lakra. Përdorimi i vazhdueshëm i hudhrës jep rezultate fantastike. 3 kokra hudhër në mbrëmje ndihmojnë shumë më mirë në uljen e tensionit. Bëhet gjithmonë fjala për thelpinë e saj. Ushqimet që duhet të kufizoni janë për shembull, kryesorja ka të bëjë edhe me përdorimin e kripës së gjellës. Të gjitha ushqimet që përmbajnë kripë të fshehur, sallamrat, mishi i kuq, djathrat, pijet alkolike dhe frutat e thata, mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të hipertensionit. Mund të vloni gjithashtu edhe gjethet të ullirit me lulet e morizit dhe t'i përdorni në formën e çajit. Ato do të ndikojnë pozitivisht gjithashtu edhe në menaxhimin e shqetësimit tuaj. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut padyshim është një nga problemet më të mëdha në shëndetin e njeriut. Tensioni i lartë i gjakut është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të zemrës. Kohët e fundit një numër i njerëzve janë duke u diagnostifikuar me këtë lloj problemi. Kjo si shkak stili jetesës dhe ushqyerja jo e shëndetshme. Krahas barnave dhe trajtimeve të tjera që njerëzit përdorin për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë, një dietë e pasur me ushqime bashkë me aktivitetin fizik dhe zgjidhja e duhur për të kontrolluar dhe për ta mbajtur tensionin e gjakut stabil. Nëse ju arrini të shmangni disa ushqime të caktuara dhe gjithashtu konsumoni ushqime të shëndetshme, atëherë nuk do të keni probleme me hipertensionin. Disa nga ushqimet që duhet të shmangni nga dieta juaj janë fasulet e konservuara. Në përgjithësi ushqimet të konservuara duhet përfshirë edhe fasulet përmbajnë një sasi të lartë të natriumit, i cili preferohet nga personat që kanë luhatje të hipertensionit dhe ndikon negativisht. Për më shumë konsultohuni me mjekun tuaj për një dietë më të specializuar sipas çështjes suaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë